Osmani thot se vendi nuk ka nevojë për një cikël tjetër politik, ve se situatën e kanë sjellë njerëz të papërgjegjshëm. Por le të shohim çfarë thot Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Neni 86 është shumë i qartë. Presidenti zgjidhet nga kuvendi me votim të fshehtë. Nëse në votimin e tretë asnjë kandidat nuk zgjidhet, atëherë shpërndahet kuvendi dhe shpallen zgjedhjet e reja. Pra Kushtetuta e lidh shpërndarjen e kuvendit drejt për drejt me dështimin e votimit të kretë. Në këtë nen nuk përmendet dekret dhe nuk thuhet se presidenti vendos ta shpërndajë kuvendin. Thuhet vetëm shpërndahet kuvendi. Kjo do të thotë se shpërndarja është pasojë kushtetuese vetëm pas 3 votimeve të pasuksesshme. Në këtë rast nuk pati as votim të parë. Pra nuk mund të ketë as dështim të votimit të tretë dhe rrjedhimisht as bazë kushtetuese për shpërndarjen e kuvendit. Përfundim, kur nuk ka votim nuk ka dështim, kur nuk ka dështim nuk ka shpërndarje, prandaj veprimi i presidentes është antikushtetues. Autor Liz Bukuroca, leximi Inteligjenca Artificiale.